farsa elektorale 11 maj 2025 ka një nga kapitujt më të zi të saj votën e diasporës, e cila përbënte një arritje kushtetuese historike për Shqipërinë dhe shqiptarët në kundërshtim flagrant me kodin zgjedhor, me parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira, procesi u shtetëzuar tërësisht nga narkoshteti. Pas shtetëzimit të këtij procesi, narkoshteti nuk tregoi as kujdesin më të vogël për të fshehur durt e tij të zeza të manipulimit të gjithanshëm të këtij procesi, i tëri në durt e Tauland Balls, Lubi Ballukut dhe personave kriminal, elektoral, patronazhist, të ngarkuar në Greqi, në Itali dhe ndonjë vend tjetër, punojës ambasadas apo ish punojës ambasadash, për t'u marrë me manipulim në gjerë të votës së diasporës, të mos kujtoj kush kur, se një kriminal si Edi Rama, një kryehajdut i këtij kombi si Edi Rama, një kryebandit i këtij kombi si Edi Rama, do mund t'imponoj këto rezultate njerëzve të lirë të Shqipërisë. Çfarë sugjerimi kam unë këtu për ju? Merr lexoni të gjithë deklaratat e mëparshme të asaj ambasade për zgjedhjet, për ta kuptuar më mirë se cili ishte thelbi i deklaratës. Luftrat nuk janë vetëm me Kalashnikov dhe me bazuka. Jo, janë edhe këto. Po, pra, vazhdon. Deputetët janë të paqartë se çfarë do bëjnë nesër në parlament. Lufta jonë është qeveri teknike, zgjedhje të lira, kaq. Zgjedhje të lira.